Udhtimi nga Athina për në Tiranë ka përfunduar në një tragjedi ku një prej 22 pasagjerëve të kësaj linje ka ndruar jetë pasi autobusi i tyre është shqolluar me armë nga persona ende të panjohur rreth orës 1:20 të ditës së sotme në afërsi të Tepelenës në vendin e quajtur Mogila. Përpasoj 23 vjeçari nga Elbasani Lauren Tabaku ka marrë plagë të rënda në gjoks dhe ka ndruar jetë pas ditën e të hënës në spital. Ndërkohë është lënduar më lehtë në fytyrë një 19 vjeçare nga Fieri. Pasagjerët tregojnë se kanë qenë në gjumë kur kanë dëgjuar krisma. Të terrorizuar ata i kanë kërkuar drejtuesit të autobusit që të vijojë rrugën me shpejtësi, pavarësisht të shtonave që shoqëronin minutat e tmerrit. Donte të ndalonte autobusi, tham autobusit mos ndalo se do vdesim të gjithë. Na ishte të udhëtu për Tiranë, vetëm kur bëni një krizë me parë, unë e kesh rak goma e makinës, masonaj ecëm ma me shpejtësi i gërim, bëni tjetra bim, vrau një qënë edhe një gocë tonë. Shoferi për para unë brapa, do kësha vdekur dhe unë, po mua më ka rritur zoti. Nuk kemi siguri më vla jetë, nuk kemi siguri një jetë. Kemi fëmi, kemi djema, kemi qupat, na eroj zoti. Në Beraj të Mallakastrës, autobusit i ka dalë përpara patrulla e policisë, së cilës si është bërë edhe njoftimi për ngjarjen. Shoferi i autobusit i ka deklaruar policisë se ka dëgjuar vetëm krismat, por nuk ka parë personat që kanë qelluar. Sipas pasagjerëve, grabitësit kanë qenë më shumë se 2 persona pasi është qelluar me armë nga përpara dhe nga 2 anët e autobusit. Ata thanë se në momentin e ngjarjes autobusi po ecte ngadalë për shkak të rrugës së keqe, ndërsa ata kanë mundur të shohin vetëm njërin nga personat që qelluan. Ndërkohë efektivët e komisariatit të Tepelenës, si dhe 10 forca të drejtorisë së policisë së Gjirokastrës, bashkë me 2 grupe të FNSH-s, po bëjnë kontroll të imtësishëm në të gjithë zonën në Mogila për kapjen e autorëve. Deri tani janë shoqëruar në polici 10 persona të dyshuar, ndërsa vijon kontrolli i zonës dhe shoqërimi personave të tjerë të dyshuar, të cilët janë të njohur si problematik nga policia dhe me precedent të mëparshëm penal. Një vit më parë, po në aksin rrugor nacional Tepelen-Krahës, më 14 janar 2013, poshtë fshatit Memaj të rrethit të Tepelenës, 2 shtetas të maskuar dhe të armatosur me armë zjarri Kalashnikov i kanë dalë përpara autobusit të linjës Saran-Tiranë, ndërsa autorët e kësaj ngjarjeje janë identifikuar pak ditë më vonë nga policia.